të gjithë kemi qenë fëmijë dikur, edhe prindrit tanë ishin fëmijët e dikujt. Ne kërkon gjithmonë lidhje me njëri tjetrin. Por realiteti shpesh është krejtësisht ndryshe. Jo çdo gjë është fush me lule, dhe kjo është krejt normale. Zakonisht ne mund të kuptohemi sërish ose mund të ketë shërim dhe falje. Por ndonjëherë tensioni grumbullohet dhe kthehet në situata të shëmtuara. Ndihemi më pak të lidhur, më pak të kuptuar dhe të vetmuar, edhe në praninë e njëri tjetrit. Situatat shpesh nisin me zhgënjime të vogla të përditshme, konflikte të thjeshta, debate koti që me kalimin e kohës fillojnë të grumbullohen. Marrëdhënia midis prindit dhe fëmijës bazohet te kujdesi. Prindi dëshiron të kujdeset dhe fëmia dëshiron që dikush të kujdeset për të. Këto janë dy forca shtytëse që i kemi të gjithë brenda nesh, por ndonjëherë na çojnë në drejtimin e gabuar, sepse frika e humbjes së atij kujdesi dhe përkujdeseje na bën të keq kuptojmë disa ndjenja, reagime, fjalë, qëndrime dhe mund të reagojmë ndaj tyre gabimisht. Konfliktet që dikur nisën të vogla dhe të thjeshta përshkallëzohen në këtë mënyrë. Dëshira dhe malli për njëri tjetrin mbeten të njëjta. Po pavarësisht qëllimeve të mira, ndonjëherë prindërit reagojnë me indiferencë ndaj drishtimit të fëmijës së tyre, dhe fëmijët reagojnë me indiferencë ndaj prindërve. Jo me qëllim, por frika se mos na fajsojnë ose mos gjejmë zgjidhje për problemin na pengon, dhe ai reagim fatkeqësisht duket si indiferencë ose ende kundërta. Personi tjetër mbyllet në vete nga frika se mos ndjen sërish dhimbjen e refuzimit, ose nuk mund të shprehesh mirë dhe nuk i gjen dot fjalët e duhura. Si pasojë, fëmia nuk do të ndihet i përkujdesur dhe prindi do të ndihet sikur ka dështuar të ofrojë kujdes. Sigurisht nuk mund t'i vendosim në kushte të barabarta. Fëmijët kanë nevojë për prindërit e tyre në momente të tilla më shumë se anasjelltas. Por të dy po vuajnë një lloj nga situata, sepse edhe pse të dy duan të njëjtën gjë, tjetri ndihet i paarritshëm. Ndjehesh i shkëputur dhe të gjitha zhgënjimet, debatet dhe keqinterpretimet grumbullohen. Çdo përpjekje për të afruar me njëri tjetrin shkakton vetëm më shumë dhimbje, zhgënjim dhe keqkuptim. Dhe të gjitha këto ndjenja negative i largojnë ata gjithsej më shumë. A nuk mund të bëjmë asgjë për të? Të gjithë luftojmë me stresin, angazhimet dhe emocionet e forta. Është gjithmonë ide e mirë të kërkosh ndihmë dhe ka shumë duar që mund ta ofrojnë ata. Si prindër, mund të mësojmë të dëgjojmë në mënyrë aktive dhe me kujdes atë që fëmia dëshiron të thotë, duke u përpjekur të kuptojmë se çfarë fshihet pas fjalëve dhe sjelljes së tyre, duke pranuar dhe njohur ndjenjat e fëmijës dhe kështu duke u përgjigjur me mirëkuptim. E shohin familjen së bashku si një zgjedhje, sepse kur marrëdhënia shërohet edhe familja. Kështu mund ta syejmë ciklin. Sepse edhe në situatat më të pashpresa, shërimi është i mundur. Ndaj mos u ndjeni të tronditur apo të dëshpëruar kur ju mungon lidhja me fëmijët tuaj shumë të shtrenjtë. Sepse pavarësisht sa pafundësisht larg dukemi ndonjëherë nga njëri tjetri shpesh është thjesht pranesh, duke kërkuar një përqafim, duke kërkuar mirëkuptim, duke kërkuar mbrojtje, thjesht duke kërkuar lidhje.